E shikoni artikulimin e tij si një të vërtet me të cilën e Majta ka nevojë të përballet? Unë e shikoj si një reflektim si historik edhe filozofik. Nga ana historike është një përpjekje për të kuptuar kontekstin në të cilin lulëzoi komunizmi shqiptar dhe sidomos regjimi që u vendos pas mbylljes së luftës së dytë botërore. Për mua, si edhe unë jam e Majt, dhe si e Majt ka qenë një mister shumë i madh fakti që në Shqipëri ne kemi një parti komuniste që ngrihet në 41-shin me një lëvizje punëtore relativisht modeste, pra nuk është se kishte si në vendet e tjera ku ka patur regjime të natyrës bolshevike, sepse dhe Shqipëria si model shtet formimi frymëzohej nga kjo rrymë bolshevike, ku të mos kishte një rrymë punëtore ose një revolucion ose një lëvizje shumë të fortë edhe para luftës. Tu është një kontekst ku kjo lëvizje formohet gjatë luftës në një vend më shumë rural se sa industrializuar, ku nuk ka ashtu biznese, nuk ka kapital, nuk ka punë. Pra ato kategoritë që janë kategoritë kryesore për të kuptuar analizën marksiste të shoqërisë në Shqipëri mungonin. Është një vend që, siç e kam shpjeguar edhe në libër, është më së shumti analfabet, pra 10% e popullsisë lexon dhe shkruan, dhe një parti që arrin në pushtet 5 vjet pas formimit, arrin ta mbajë pushtetin për gjysmë shekulli. Dhe për mua kjo është një paradoks shumë i madh, edhe si nga ana e filozofisë marksiste, pra cilat janë kushtet në të cilat zakonisht mendohet që vjen kriza e kapitalizmit, pastaj socializmi pason krizës kapitalizmit. Në Shqipëri nuk gjejmë asnjë nga këto kushte. Gjejmë një kontekst rural ku dinamika është bejler, beu agaj edhe fshatarësia, pra është një dinamik krejt tjetër. Dhe si arrin në këtë kontekst që të vendoset një parti që nga njëra anë ka një qasje modernizuese ndaj shtetit, pra mundohet që të ndërtojë një shtet modern të formës shteti bolshevik që i shkëputet kryemarrëdhënieve feudale, por një shtet komunist pas një pak a shumë situate feudale, dhe unë them që shumë nga kontradikta, shumë nga tensionet dhe shumë nga tragjeditë e komunizmit që ka ardhur në pushtet në Shqipëri pas 46-s kanë të bëjnë pikërisht me momentin ku është ngritur ky projekt. Edhe prandaj ka qenë shumë e rëndësishëm në libër që të shpjegoj pikërisht këtë fazë dhe nëpërmjet Gustavit dhe personazhit të Gustavit edhe të elaboroj përse ky lloj projekti triumfon dhe jo një projekt më i moderuar socialdemokrat ose që kishte një qasje ndryshe siç ka Aslani, personazhi tjetër në libër që ka një qasje më krejt tjetër, jo bolshevike, ndaj marrjes pushtetit, ndaj mënyrës se si vihet në fuqi etj. Po nëse e marrim për një moment seriozisht atë që Gustavi thotë dhe e shmangim provokimin që bëhet në libër dhe i referohemi Shqipërisë së sotme, një shoqëri ku edhe sot ka shumë njerëz që ndjen të braktisur, ka njerëz që ndjen në periferi të vendimmarrjes, sikur nuk kanë asnjë lloj impakti në vendimet që merren për që ndikojnë në jetën e tyre. Çfarë mendoni se ka më shumë gjasa të lind nga ky mblef që vjen dhe akumulohet? Ndoshta nuk do kemi të bëjmë me një revolucion si ajo që ndodhi në 45-ën, po çfarë lloj force politike ose shoqërore? Siç e shoh unë sot, në Shqipëri ka shumë pak hapësirë për të patur një lëvizje vërtet transformuese demokratike. Fati i Shqipërisë është i lidhur me fatin e Ballkanit dhe me fatin e Europës, dhe sidomos procesi i integrimit në Bashkimin Evropian, që është në proces që nuk vjet në dyshim nga asnjë nga aktorët politik, i vë kufi shumë të mëdhenj dinamikave të brendshme transformuese. Kjo është një aspekt, pra fakti që ne nuk ose kemi shumë mundësi zgjedhje, këtu jemi ose me Bashkimin Evropian ose për projektin e Bashkimit Evropian, ose në një kontekst që ka aq shumë të papritura se askush nuk do ta marrë parasysh si skenar të mundshëm hipotetik. Pra e vetmja alternativë, vetmja rrugë e mirë e keqe është rruga e integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe kjo do të thotë që çdo pyetje tjetër rreth transformimit të brendshëm të Shqipërisë, radikal, jo radikal etj, është sekondare po të marrësh parasysh këtë zhvillim. E dyta, dhe ndoshta kjo është një pyetje që ka të bëjë më shumë me natyrën e zhvillimeve historike dhe politike në Shqipëri, mendoj që në Shqipëri akoma ka një kulturë të personalizimit të politikës. Pra, më duket sikur ose për shkak të trashëgimisë komunizmit, ose për shkak të dinamikave që e kanë paraprirë ardhjen e komunizmit në fuqi, këtu flitet gjithmonë për politikë të bërë nga individ. Dhe po të shikojmë edhe pas rënies së diktaturës, edhe pas vdekjes së Enver Hoxhës, e gjithë politika shqiptare bashkëkohore është politikë që lexohet në kontekstin e ndërveprimeve midis 3, 4, 5 individëve të caktuar me emra dhe vazhdimisht edhe akuzat, edhe kritikat, edhe debati publik merr gjithmonë formën që e lidh ndërhyrje në politik me gjykimin ndaj këtyre aktorëve si individ. Dhe në këtë kontekst, politika demokratike, kur bëhet personale, kur bëhet individuale, kur lidhet gjithmonë me liderin ose me liderin e qeverisë, opozitës, një fuqie të tretë politike, dhe kur nuk flitet për aktorët dhe për projektet, nuk mund të jetë politikë demokratike. Kështu që për sa kohë që ne
vazhdojmë të flasim në emra të përveçëm dhe jo me projekte ose me ide ose me debate ose me parime, për mua është e vështirë edhe këtu që të ketë një hapje demokratike. Do të thënë me pak fjalë jemi të pashpresë. Të pashpresë nuk do ta thoja sepse unë them që shpresa është diçka që lidhet me veprimin dhe për sa kohë që ne i ngrejmë shtrojmë probleme, shtrojmë kritikat, për sa kohë ka zëra që arrin që ta artikulojnë ose që ta diskutojnë këto si problem, nuk besoj që mund të themi që jemi të pashpresë. Demokracia është gjithçka që ndërtohet, çdo ditë ndërtohet me ndërhyrjet tona të secilit nga ne dhe të qytetarëve, të mediave, të gazetarëve e tjerë. Pra është një punë e përbashkët për sa kohë që ne mbetemi të aktivizuar dhe vazhdojmë ta bëjmë këtë, ta marrim këtë përgjegjësi, nuk mund të themi që nuk ka shpresë. Sepse një nga gjërat që më befason nganjëherë kur mundojmë të bëjmë një krahasim midis Shqipërisë dhe vendeve të tjera është se njerëzit që vuajnë më tepër, domethënë ata që duket sikur kanë ngecur brenda sistemit, ata që janë më të pamundurit ekonomikisht ose punëtor, nuk e shohin veten si të shfrytzuar, po shpesh e shohin veten si kapitalistë të ardhshëm, po që kanë dështuar përkohësisht. Dhe nga këndvështrimi i të majtis, si mund të flasim politikisht me njerëz që nuk e identifikojnë veten e tyre si punëtor, po si përmarrës potencial të pafat.